Për 1 orë e 30 minuta, nxënësit e klasave të 5-ta ju nënshtruan testimit për vlerësimin e arritjeve në arsimin fillor, një proces që mat njohuritë e fituara gjatë ciklit fillor përmes pyetjeve në 3 lëndët bazë, gjuhë shqipe, matematikë dhe dituri natyre. Për shumicën e nxënësve, testi u konsiderua i një niveli mesatar. Ushtrimet më duken shumë thjeshta sepse unë kisha mësuar dhe isha përgatitur për VANAF-in dhe zysha na ka dhënë shumë ushtrime dhe jemi ushtruar dhe në klasë. Matematika ishte më e thjeshtë sepse unë pëlqej të bëj mbledhje zbritje shumëzim pjesëtim, kurse gjuhë shqipe e kam pak të vështirë sepse nuk i di dhe aq mirë kundrinorët e rrethandorët. Pyetjet ishin më të thjeshta në gjuhë sesa në matematikë, edhe kishte më shumë. Më i lehti ishte gjuha sepse kam mësuar më shumë për gjuhën. Për mua më duken gjithë të lehta, por pak më shumë dituria sepse ka të mësojmë kështu gjëra për shkencën. Prej muajsh, nxënësit janë përgatitur për këtë provim, duke ushtruar me testet e viteve të kaluara, por edhe përmes testeve provë të organizuara nga shkollat. Ka një 2-3 muaj që përgatitem unë. Unë kisha shumë kohë që përgatiteja, edhe para VANAF-i. Kisha përgatitur shumë për këtë moment, kështu që s'kisha as pak emocione. Unë që në shtator kam filluar për VANAF-in, sepse e dija që është test për gjithë 5 vitet që kemi mësuar. Unë kam kohë që përgatitem me para VANAF-s, se na ka dhënë zyshe shumë para VANAF-et. Këtë të njëjtë, testimit u nënshtruan mbi 27.000 nxënës në të gjithë vendin, ndërsa rezultatet pritet të shërbejnë si një pasqyrë niveli të njohurive të fituara gjatë arsimit fillor.